Era e mëngjesit ishte e lagësht dhe e ngrohtë njëkohësisht. Ishte një nga ato ditët e fundit të qershorit kur ajri mbante erë barit të prerë, bukë të pjekur dhe, në mënyrë të çuditshme, një lloj trishtimi që s'mund ta përshkruash dot me fjalë. Në shtëpinë dykatëshe në periferi të qytetit, gjithçka dukej si zakonisht, aroma e kafes që dilte nga kuzhina, zëri i televizorit që fliste për lajmet e mëngjesit dhe përplasja e derës së frigoriferit që nënkuptonte se dikush po kërkonte qumësht. Por ajo, Mira, nuk ndjente më asgjë si zakonisht. Kishte fjetur shumë pak natën që shkoi, dhe çdo minutë që kalonte e bënte të ndjente si të kishte një gur në gjoks. Kishte kaluar orë të tëra duke parë tavanin, duke dëgjuar frymëmarrjen e burrit të saj në krah, dhe duke menduar për çdo moment të jetës që kishte kaluar në atë shtëpi, çdo buzëqeshje, çdo grindje, çdo heshtje që tashmë duke e përjetshme. Në dhomën tjetër, bija e saj e vogël, Ana, flinte e mbledhur si një top, me flokët e gjatë që i mbulonin fytyrën. Ndërsa djali i madh, Arjani, tashmë ishte 18 vjeç, po thuaj burr, dhe zgjohej gjithmonë vonë. Ai kishte filluar të tregonte indiferencë ndaj gjithçkaje, gjë që e trondiste Mirën më shumë se çdo fjalë. Në tavolinë, poshtë një filxhan i bosh, ajo kishte lënë një zarf. Ishte një letër që e kishte shkruar me dorë, diçka që se kishte bërë prej shumë vitesh. Letra ishte e thjeshtë, me fjalë të pakta, por të rënda si plumb. Mos më kërkoni. Ju dua të gjithëve, por nuk mund të vazhdoj të jetoj si një hije. Kam nevojë të marr frymë, të jetoj, edhe nëse është për pak. Faleminderit që më lejua të jem nën, por tani duhet të jem pak vetvetja. Mira. Ajo e mbylli zarfin me ngadalë, sikur çdo prekje ta lëndonte, dhe e vendosi mbi tavolinë, aty ku burri i saj, Iliri, do ta shite i pari. Kur ora ra 7:30, ajo mori valixhen e vogël që e kishte mbushur natën, fshehur azi, me pak rroba dhe një album të vjetër fotografish. Në njërin prej atyre fotografive ishte ajo 20 vjeç, me flokë të shkurtër dhe me një buzëqeshje që se kishte parë asnjëherë në pasqyrë. Aty ishte dhe ai, Artani, dashuria e saj e parë. Njeriu që se kishte harruar kur. E kishte njohur Artanin në verën e vitit 2002 në një koncert në Bregdet. Ajo ishte vajzë e thjeshtë nga qyteti, ai student për muzikë që këndonte në mbrëmje për të fituar pak para. Dashuria e tyre kishte qenë e menjëhershme, e pafajshme dhe e zjarrt. U betuan se do ishin bashkë gjithë jetën, por jeta kishte plane të tjera. Një aksident, një keqkuptim, dhe pas disa muajsh, Artani u largua jashtë shtetit për të ndjekur një ëndër që nuk përfshinte më Mirën. Ajo u martua me Ilirin një vit më vonë. Jo sepse e dashuronte, por sepse jeta kërkonte stabilitet, siguri, një çati mbi kokë dhe një familje që prindërit e saj e donin me çdo kusht. Dhe për shumë vite, ajo e bindi veten se kishte bërë gjën e duhur. Deri kur një ditë, ndërsa shfletonte rrjetet sociale, pa një foto. Ai ishte aty, Artani, plakur pak, por me të njëjtin shikim që i ngjallte diçka që se kishte ndjerë prej 2 dekadash. U takuan pas disa muajsh në fshetësi, në një kafe pranë liçenit. Ishte një takim që i ndryshoi gjithçka. Ai i tha se kishte qenë gjithmonë me një boshllëk, se asnjë dashuri se kishte mbushur vendin e saj. Dhe ajo që për vite kishte jetuar si një grua e rregullt, si nënë e përkushtuar dhe bashkëshorte shembullore, ndjeu për herë të parë se dikush e shihte, jo si nën, jo si grua e dikujt, por si Mira. Në orën 8 të mëngjesit, kur Iliri hyri në kuzhinë, ajo tashmë ishte larguar. Zhurma e motorit të autobusit u dëgjua për disa sekonda përtej dritares, pastaj heshtje. Ai pa zarfin mbi tavolinë dhe, pa e kuptuar, ndjeu një ndjesi të ftohtë në stomak. Në fillim mendoi se ishte një shaka e keqe, ndoshta një nervozizëm i momentit. Por kur e lexoi, diçka në të u thye. Ajo s'mund ta ketë bërë këtë, përshpëriti, duke e shtrënguar letrën në duar. Arjani zbriti pas pak, me sytë e fryrë nga gjumi. Ku është mami? Pyeti, duke parë rreth e rrotull. Iliri nuk foli. Vetëm i zgjati letrën. Djali e lexoi, sytë u mbushën menjëherë me lot. Ajo Nala. Ana, e vogla, hyri e fundit, me një pelush në dorë. Çfarë ka ndodhur? Pyeti e hutuar, por askush s'pati forcë t'i përgjigjej. Vetëm heshtje. Mira ndërkohë ishte në një autobus drejt qytetit bregdetar ku e priste Artani. Nuk kishte kthim pas. Çdo kilometër që largohej, ndjente si të pohishte një stres pluhuri nga shpirti. Ajo po ikte nga gjithçka që kishte ndërtuar, por për herë të parë pas shumë vitesh, ndjente frymë. Ajo kishte frikë, po, ndoshta më shumë se kur, por ndjente edhe një qetësi të çuditshme, si dikush që më në fund ka zgjedhur veten. Në stacionin e fundit, Artani e priti me një buzëqeshje të ngrohtë. Flokët i kishin rënë pak, sytë i kishin mbetur po ata të thellë dhe të butë. U përqafuan gjatë pa fjalë, dhe në atë përqafim Mira ndjeu një ndjenjë që se kishte provuar prej dekadash, ndjesinë të qenit gjallë. U vonove, i tha ai me një zë që i dridhej pak. Ndoshta, por tani jam këtu, u përgjigj ajo, dhe lotët i rrëshitën në faqe.
Ata shkuan në një apartament të vogël që ai kishte marrë me qira. Dhoma ishte e thjesht, me perdet e bardha dhe aromë kripdeti. Në mur ishte varur një pikturë e vjetër që Artani kishte bërë dikur, një grua që ecën drejt horizontit. E kam bërë për ty, i tha ai. Mira se dinte çfarë të thoshte. Vetëm e preku kanavacën me majat e gishtave dhe pshërëtiu. Ndoshta gjithmonë kam ecur drejt teje, edhe pse nuk e dija. Ditët e para kaluan si në ëndër. Ai i gatuante mëngjesin, ajo lexonte libra, dilnin në shëtitje dhe flisnin për gjëra që vetëm të dashuruarit e harruar dintin ndajnë. Por pas çdo buzëqeshjeje, ajo mbante fshehur një frikë të madhe, fëmijët e saj. Çdo mbrëmje i shite në mendje sikur ishin të vegjël. Ana me duart e vogla, duke kërkuar për qafim. Ariani, që dikur i lexonte poezi nga librat e shkollës. Zemra e saj thyhej në heshtje, por ajo nuk guxonte të kthehej. Jo tani. Iliri nga ana tjetër se kishte pranuar ende atë që kishte ndodhur. Ajo përposhta telefononte, e kërkoi në çdo vend ku mund të kishte shkuar. Asnjë gjurmë. Fshinjët filluan të flisnin. Dikush tha se e kishin parë në autobus. Dikush tjetër tha se kishte ikur jashtë me dik, por askush nuk e dinte të vërtetën. Ariani filloi ta urrente. Na la si qen, thoshte me mëllef. Ana çante çdo natë duke pyetur, pse mami s'më don më, dhe askush dinte ç'ti përgjigjej. Iliri e mbante shtëpinë si një hieshje e lodhur, me perde gjithmonë të mbyllura. Vetëm një gjë e mbante gjallë, shpresa që një ditë ajo do të kthehej. Por as ai as fëmijët nuk e dinin se Mira kishte filluar të ndjente diçka që i tremte më shumë se çdo ndjenjë tjetër, lodhjen dobësin, dhimbjen e trupit që e trahtonte çdo ditë. Në spitalin e qytetit, ajo kishte bërë analizat fshehurazi. Doktoresha i kishte thënë qetë, por prerë, kanceri është në fazë të përparuar. Nuk mund të bëjmë shumë. Ju këshillon të jetoni si të doni, të bëni gjërat që si keni bërë dot. Dhe atëherë Mira kishte vendosur, kishte zgjedhur të mos i thoshte askujt. Kishte zgjedhur të ikte, të jetonte me dashurinë e parë, të ndjente për herë të fundit ndjenjen e lirisë, para se trupit i shuante shpirtin. Deti atë mbrëmje ishte i qetë, po thua i heshtur, si të kishte marrë frymë bashkë me ta. Dritat e qytetit reflektonin mbi sipërfaqen blu, dhe Mira qëndronte në balkon me një shall të hollë mbi supe. Artani ishte brenda, po i përgatiste çaj. Kishte filluar ta kuptonte që ajo lodhej shpejt. Dikur bëni shëtitje të gjata në breg, tani ajo ndalej pas pak minutash dhe kërkonte të ulej. Nuk ankohej kur, por në sytë e saj kishte diçka që ai e njihte mirë, një hije që nuk kishte të bënte me mërzin, por me diçka më të thellë. Mira, i tha ai nga kuzhina, nëse nuk ha diçka, do të zverdhet fytyra më shumë. Ajo buzëqeshi lehtë. Po ha, tha, por nuk preku asgjë. Artani erdhi pranë saj, i vendosi një shall tjetër mbi supe. Të dridhesh përsëri. Ajo e pa në sy. Nuk është në të ftohtit. Ai e kuptoi menjëherë, por zgjodhi të mos pyeste. Në vend të pyetjeve i puthi ballin. Në shtëpinë që kishte lënë pas, jeta kishte marrë tjetër formë. Ana ishte bërë me heshtur, Ariani më jashpër. Iliri ecte çdo ditë në rrugën e zakonshme, por gjithçka duke i bosh. Ai i dërgonte mesazhe herë pas here në numrin që nuk merrte më përgjigje. Vetëm më thuaj që je mirë, shkruante. Asgjë, asnjë shenjë. Fjalët e njerëzve ishin bërë si thika. Nuk i duhen më fëmijët, thoshin. Ka ikur me dashnorin. Ajo kurs duke e lumtur. Por askush nuk e dinte se pas gjithë asaj, kishte një grua që po vdiste ngadalë, jo vetëm nga sëmundja, por nga faji, nga dashuria, nga mungesa e guximit për të folur. Një mëngjes, Ana gjeti në dhomën e nënës një kuti të vogël me fotografi. Në njërin ishte Mira dhe një burr i ri, që ajo se kishte parë kurrë më parë. E pa gjatë si të donte ta njihte. Kur ja tregoi të atit, ai u zverdh. Ky është Artani, tha me zë të ulët. Artani, pyeti ajo. Dashuria e saj e parë, tha, dhe mbylli kutin pa shtuar më asgjë. Në atë moment, Ana ndjeu për herë të parë një dhimbje që se kuptonte dot, jo për faktin që Ema kishte ikur, por për faktin që ndoshta kishte jetuar e mbytur e palumtur për vite të tëra. Ndërkohë, në apartamentin e vogël buz detit, Mira filloi të ndjente se koha kishte filluar të lëvizte ndryshe. Ditët nuk ishin më si më parë. Kishte më shumë heshtje, më shumë net pa gjumë. Artani e shite teksa përpiqej të dukej mirë, e rregullonte flokët, i buzëqeshte me zor, por ai e njihte. Një natë, ndërsa ajo flinte, ai pa mbi komodin një letër të palosur. Ishte diagnoza. Nuk duhej ta lexonte, por e bëri. Kur pa fjalët karcinom metastatike, syt i mbushën me lot. Ul pranë saj dhe çau në heshtje si fëmijë. Në mëngjes ajo e pa që syti kishte të fryrë. E lexove apo jo, tha pa e parë. Ai nuk foli. Mos u trishto, shtoi ajo.
Tani të paktën e di pse ika. Si ishte thjesht dashuria, ishte frika se do të vdisja duke mos jetuar kur si doja. Ai u afrua, i mori duar dhe tha: "Do të jetojmë çdo ditë sikur është e para mirë, deri në fund." Dhe ashtu bën. Shëtitën çdo mëngjes, pikturuan, dëgjuan muzikë të vjetër, gatuan bashk. Ai i këndonte, ajo çeshte si dikur, por çdo ditë ajo zbehej pak nga pak, si një dritë që shuhet ngadalë. Një pasdite, ndërsa qëndronin në verandë, ajo i tha diçka që ai se priste. "Artan, dua t'u shkruaj fëmijëve." Ai tundi kokën. "Duhet ta bësh." Ajo mori një letër dhe filloi të shkruante me dorë që i dridhej. "Arjan, Ana. E di që më urreni. Ndoshta e meriton kjo urrëtie. Por dua të dini që ju lash jo nga mungesa dashurie, por sepse isha e sëmurë dhe s'doja të më shihni duke vdekur ngadalë. Kam dashur të mbetem në kujtesën tuaj e fortë, e qeshur siç isha dikur. Mos e urreni babin. Ai s'ka faj për asgjë. Mos e urreni as jetën. Ndonjë ditë do e kuptoni pse një nën mund të ikë, jo për t'u larguar, por për të mos ju lënduar më. Ju dua më shumë se jetën." Kur mbaroi së shkruari, letra ishte lagur nga lotët. Artani e mori dhe e vendosi në një zarf. "Do ua çoj unë," tha. Ajo e pa dhe i tha: "Jo tani. Kur të mos jem më." Në fund të shtatorit, Mira filloi të mos ngrihej më nga shtrati. Ai e mbante për dorë çdo mëngjes dhe i fliste për diellin, për dallgët, për zogjt që fluturonin mbi det. Ajo buzëqeshte, por syti kishte të humbur. Një ditë i tha me zë të ulët: "Nëse mund të zgjidhja ta jetoja edhe një herë, do të kërkoja përsëri, edhe po të dija se fundi do ishte ky." Ai i puthi dorën dhe tha: "Unë do të kërkoja edhe në botën tjetër." Në fund të tetorit, ajo mbylli sytë për herë të fundit. Ishte mëngjes, deti ishte i qetë, dhe një rrezë dielli preku fytyrën e saj të zbehet. Ai qëndroi gjatë pranë trupit të saj, pa lëvizur, me dorën e saj të ftohtë në duar. Kur mbrëmja ra, u ul dhe i shkroi një letër të fundit. "Mira, tani mund të pushosh, por unë do ta çoj letrën tënde. Fëmijët e tu duhet ta dinë kush ishe, jo kush menduan se ishe." Një javë më vonë, në shtëpinë që dikur mbante aromën e saj, Iliri mori një zarf pa dërgues. Brenda ishte letra. Ai e lexoi ngadalë, me duar që i dridheshin. "Ana çau pa zë." Arjani për herë të parë ndjeu diçka që se kishte ndier kur, pendiz. "Ajo të snala. Vetëm nuk donte të na lëndonte," tha me zë të mbytur. Në atë moment, Iliri e mbylli letrën, u ngrit dhe doli në verandë. Shielli ishte i qetë, si ajde që s'kishin parë kurrë bashk. Ai psherëtiu, si të donte t'ja çonte asaj një fjalë në erë. "Faleminderit që ishe," tha. "Edhe pse ike, na mësove çfarë është dashuria e vërtetë." Artani e varosi në një vend të thjesht buzë detit, pa shumë njerëz, pa fjalime. Vetëm ai, një tuf manushaqe dhe një fotografi e saj kur ishte e re. Çdo mëngjes vinte një karrige, një libër dhe qëndronte pranë saj. Fliste me detin, sikur ajo ta dëgjonte. Një ditë, teksa ul aty, pa një çift që ndaloi pranë varrit. Ishin një djalë dhe një vajzë e re. Ana e preku pllakën me dorë dhe syt ju mbushën me lotë. "Ti duhet të jesh Artani," tha me zë të butë. Ai tundi kokën. "Faleminderit që e doje," tha ajo. Ai u prek. "Jo, bie faleminderit që më lejua ta dua deri në fund." Ata qëndruan gjatë aty, pa fjalë, duke dëgjuar zhurmën e detit që përplasej butë në breg, si një kujtesë e përjetshme e një dashurie që nuk mbaroi kurrë. Në vitet që pasuan, Ana shpesh shkonte aty çdo pranverë. Sillte lule, lexonte letrën e saj dhe e ndjente praninë e saj në çdo erë deti. Arjani u bë mësues letërsie dhe çdo vit u tregonte nxënësve një histori për një nën që kishte ikur jo për t'i braktisur, por për t'u dashuruar edhe një herë me jetën, për të ndier, për të frymuar, për të mos u shuar në heshtje. Dhe diku në një vend ku qielli takon detin, ndoshta fryma e mirës buzëqesh ende, duke parë se ata më në fund e kuptuan. Ndonjëherë, dashuria nuk është as egoizëm, as tradhti, është thjesht një mënyrë për të mbetur gjallë pak më gjatë. Kaluan vite. Jo shumë, por mjaftueshëm që stinët të ndërronin e të sillnin me vete fytyra të reja, kujtime të zbehura dhe plagë që filluan të shëroheshin. Në shtëpinë ku dikur aroma e kafes dhe zëri i mirës mbushnin mëngjeset, tani mbizotëronte një qetësi tjetër. Jo e ftohtë, por e matur, një qetësi që vjen pas tuhis, kur çdo gjë më në fund vendoset në vendin e vet. Ana ishte bërë 22 vjeç. Studionte për psikologji dhe e kishte për zakon të mbante gjithmonë një ditar. Në faqen e parë kishte shkruar: "Për mamin, që më mësoi se dashuria nuk duhet gjykuar kurrë." Ajo kishte tiparet e nënës, sytë e butë, mënyrën si e kthente kokën kur mendonte thellë, edhe zërin që ftoi kur fliste për gjëra që e lëndonin. Ndonjëherë, kur fliste me shoqe për familjen, ajo buzëqeshte dhe thoshte: "Mami im ishte ndryshe."
Dhe në atë fjalën ndryshe, përfshie gjithçka, dhimbja, mungesa, dashuria, mirënjohja. Ariani ndërkohë ishte bërë burr. Kishte hapur një shkollë të vogël letrare, ku ftonte të rinj të shkruanin histori. Çdo vit, ai organizonte një konkurs me temë letra që nuk u dërguan kurrë. Ishte mënyra e tij për ta nderuar nënën. Nuk u tha kurrë nxënësve se kishte marrë nga jeta e vet, por e dinin, e ndjenin në mënyrën si e lexonte letrën e mirës çdo fund viti, me zë që i dridhej dhe me sy që nuk shmangeshin nga dritarja. Në një mbrëmje dimri, teksa Bora binte lehtë jashtë, Ana dhe Ariani po shihnin një album të vjetër. Në një faqe ishin fotografitë e mirës kur ishte e re me Artanin. E di, tha Ana duke parë imazhin, se shumë njerëz do ta gjykonin. Por unë s'mund ta urrej. Nuk e di pse. Është si të kuptosh se dikush vdiq për të jetuar pak. Ariani heshti. Në fund, ajo nuk iku nga ne, tha pas pak. Iku nga dhimbja. Dhe ndoshta ne duhej ta falnim më herët. Në sytë të dyve u pasqyruai njëjti kujtim, ajo ditë kur morën letrën dhe e ndjen se gjithë urrejtja ishte tretur si krip në ujë. Në qytetin bregdetar, Artani kishte mbetur ende në të njëjtin apartament. E kishte kthyer në një studio të vogël pikture. Në muret e saj, ku do kishte imazhe të mirës, në forma të ndryshme, në dritë, në hije, në det, në re. Njerëzit që vinin për të blerë punimet e tij, shpesh pyesnin, kush është ajo grua? Ai përgjigjej gjithmonë njësoj, është jeta ime. Në një pasdite pranvere, teksa po pikturonte dritën që binte mbi det, dikush trokiti në derë. Ishte Ana. Kishte ardhur pa paralajmërim. E dija që do të gjeja këtu, tha ajo. Ai buzëqeshi, me sytë që ju mbushën me mall. Të ngjan shumë me të, tha. Kam ardhur t'ju kërkoj diçka, tha ajo. Të më tregosh për të. Jo si nën, por si grua. Dhe ai filloi të fliste. Për verën e parë që ishin njohur, për premtimet që nuk mbajtën dot, për mënyrën si ajo qeshte kur binte shi, për frikën që e kishte brenda vetes gjithë jetën, për guximin që zgjeti në fund. Ana e dëgjonte pa folur. Kur ai mbaroi, ajo i tha: "Tani e kuptoj. Ajo nuk u dorëzua, ajo zgjodhi. Ai e pa me lot në sy. Po, bie. Zgjodhi dashurinë, dhe ndoshta në atë dashuri gjeti paqen." Kur Ana iku, i la mbi tavolinë një zarf. Brenda ishte një letër e saj. Për Artanin, që i dha mamas si me fundin më të bukur që një grua mund të ketë. Faleminderit që nuk e braktise, kur gjithë bota e kishte gjykuar. Ai e mbajti letrën në kornizë, për krah pikturës së fundit që kishte bërë, një grua që ecën mbi ujë drejt dritës. Koha kaloi dhe një ditë, Ariani vendosi të shkruante një libër. Nuk donte ta botonte në fillim. Ishte thjesht një mënyrë për të nxjerrë gjithçka që kishte mbajtur brenda. E titulloi Nëna që braktisi gjithçka. E filloi me fjalët: "Ajo nuk iku nga dashuria, por për të bërë vetë dashuri." Kur libri doli, askush nuk e dinte që ishte histori e vërtet. Lexuesit e quajtën tronditës, i dhimbshëm, i vërtet deri në palc. Disa e urrejtën mirën, disa e adhuruan, disa qanin e heshtje. Por për të, ishte thjesht një mënyrë për të falur. Në kopertinë kishte një pikturë, ajo që kishte bërë Artani vite më parë. Një grua që ecën drejt horizontit. Libri u bë i njohur dhe një ditë në një takim letrar, një grua e moshuar ju afrua Arianit. "Kam njohur nënën tënde," tha me zë të dridhur. Ishte grua e mirë, vetëm e lodhur. Ai u përkul dhe i tha: "Po, por ajo na mësoi si dashurohet me guxim." Gruaja i vuri dorën në supë. E tillë ishte gjithmonë, e qet në jashtë, stuhit i mbante brenda. Në varrin e mirës, pranë detit, tani kishte gjithmonë lule të freskëta. Ndonjëherë sillte Artani, ndonjëherë fëmijët e saj, ndonjëherë njerëz që se kishin njohur kurrë, por që kishin lexuar historinë e saj dhe kishin qarë. Disa sillnin letra dhe veta, disa shpresa që kishin humbur. Varri i saj ishte kthyer në një vend ku njerëzit vinin të linin plagët e tyre. Një ditë vere, Artani ndjeu se trupi i tij po lodhe. U ul në karrigen e zakonshme pranë varrit dhe tha me zë të ulët: "Mira, ndoshta do të vij shpejt." Në atë çast, një erë e butë fryu nga deti duke lëvizur petalet e luleve. Ai buzëqeshi. E ndjeva, tha. Pas disa javësh, ai u nda nga jeta qetë në gjumë. Miqtë e tij e varrosën pranë saj, siç kishte dashur gjithmonë. Në vitin e 10 të ndarjes së saj nga jeta, Ana organizoi një ceremoni të vogël. Një ekspozitë me pikturat e Artanit dhe letrat e mirës. Në hyrje kishte shkruar: "Për ata që mësuan se ndonjëherë, për të dashur vërtet, duhet edhe të ikësh." Në mbrëmje, kur njerëzit ishin shpërndar, ajo qëndroi vetëm në sallë. Ju afruan një tabloje ku Mira dhe Artani ishin ulur buzë detit. "Ju faleminderit që ishit," shpëriti. "Tani më mësoni si të dua, por pa humbur veten." Në atë moment, dritat e sallës u fikën për pak dhe dritat e qytetit u pasqyruan në xhamin përballë.
Ana e pa veten aty me styre dhe ndjeu sikur në atë pasqyrim kishte 3 fytyra, të sajën, të nënës dhe të Artanit. Të 3, të qeshura, të qeta. Vitet vazhduan. Arjani u martua, pati 2 vajza, dhe njëra prej tyre mori emrin Mira. Ai u tregonte historinë e saj çdo verë kur shkonin në det. Gjyshja jote ishte ndryshe, u thoshte. Ishte grua që s'kishte frikë të ndjente. Dhe vajza e vogël pyeste gjithmonë, po pse iku babi? Ai përgjigjej, sepse donte të mësonte si të jetonte. Dhe kur mësoi, iku në paqe. Në atë breg, ku valët përplaseshin njësoj si dikur, koha pas kohe njerëzit ndalonin dhe lexonin pllakën. Mira, 1999-2018. Ajo nuk iku. Ajo u kthye në det. Dhe çdo valë që godiste bregun duke I sikur përshpëriste emrin e saj, një kujtesë e përjetshme e një dashurie që s'u shua kur, sepse ishte ndërtuar jo mbi zotërim, por mbi liri, Mira zgjoi syt me një ndjesi të çuditshme qetësie. Dritët e mëngjesit depërtonin ngadalë përmes perdeve të bardha të apartamentit Buz Detit, duke e ngrohur fytyrën e saj të zbehet. Ishte një mëngjes si shumë të tjerë, por ajo e ndjente trupin të lodhur më shumë se zakonisht. Artani, I ulur pranë saj në divan, po përpiqej të gatuante mëngjesin, por heshtja e saj e thellë e shtyut ta braktiste kuzhinën dhe t'i afrohej. Si ndjesh sot? Pyeti ai me zë të ulët. Si gjithmonë pak më e dobët, tha ajo, por buzëqeshja e saj ishte e vërtet, një përpjekje e vogël për të mos e trishtuar. Ai e pa dhe I mori duart. Po kalojmë këtë bashk, tha. Dhe për një moment, pa asnjë fjalë, të dy ndjenë se nuk ishte thjesht një mëngjes tjetër, ishte një ditë më shumë për të jetuar dashurinë që kishin gjetur pas shumë vitesh. Ditët kalonin në heshtje të ngadalt. Mira nuk este më shumë se pak, dhe Artani kujdesi për çdo gjë. Shëtitjet e gjata që dikur I bënin çdo pasdite u zëvendësuan nga ulja pranë dritares, duke dëgjuar valët e detit që përplaseshin but. Por ajo ndjente një qetësi që se kishte provuar kur, një qetësi që vinte nga fakti se kishte zgjedhur vetveten dhe dashurinë e saj, pavarësisht gjithçkaje. Një mëngjes, ndërsa përpiqej të ngrihej, ndjeu një dhimbje të fortë në kraharor. Ai vrapoi pranë saj. Ajo është? Pyeti me zë të dridhur. Vetëm dhimbje, tha ajo, duke e kapur dorën e tij. Por dua të them diçka. Ai ul pranë, dhe ajo nxori një fletë të vogël nga një kuti e fshehur. Kjo është për fëmijët e mi, tha. Kur nuk do të jem më dha ata duhet ta dinë të vërtetën. Ajo e shkroi letrën me dorë të dridhur, duke u kujtuar çdo detaj të jetës së saj, dashurinë e parë, martesën, fëmijët dhe frikën që kishte pasur nga sëmundja. Çdo fjalë ishte e rëndë, por e vërtetë. Mos më urrejnë, po shpëriti. Të dua dhe dua që ta kuptojnë, një ditë, pse mora këtë rrugë. Kur letra u mbyll dhe u vendos në një zarf, Artani e puthi ballin. Do ta dorëzojmë në kohën e duhur, tha. Kur ata të jenë gati. Ajo buzëqeshi lehtë dhe tha, mjafton që të dini se nuk ika nga mungesa dashurie. Në shtëpinë që kishte lënë pas, Ana dhe Arjani filluan të ndjenin boshllëkun e saj çdo ditë më shumë. Ana lexonte disa herë letër që Mira kishte lënë fshehur në një kuti të vogël, fjalët e saj ishin të thjeshta, por çdo fjalë I prekte zemrën. Arjani, që dikur kishte ndjerë urrejtje, tani ndjente pendes dhe dhembje të thellë, një dhimbje që nuk mund të shprehej me fjalë. Një ditë, Ana vendosi të shkonte te varri I nënës. Ishte pranverë, dhe valët e detit përplasnin but bregun, sikur t'i përshpëritnin diçka. Ajo mbajti në duar letrën e Mirës, dhe lexoi çdo fjalë me zë të lartë. Ju lash jo për të ikur, por sepse nuk doja të shihni dhimbjen time. Ju dua më shumë se gjithçka dhe shpresoj të kuptoni një ditë pse mora këtë rrugë. Kur mbaroi, Ana ndjeu lotët të rridhnin, por një paqe e çuditshme u vendos në shpirt. Për herë të parë, ajo kuptoi që Emma nuk kishte braktisur dashurinë e tyre, por kishte zgjedhur t'i mbante ata larg dhimbjes së saj. Arjani, kur mori letrën, ndjeu një mbështetje të brendshme që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Ajo nuk iku, tha me zë të dridhur. Vetëm zgjodhi të jetonte atë që kishte humbur. Në qytetin bregdetar, Artani qëndroi pranë trupit të Mirës në ditën e fundit. Ai e mbajti për dorë, e shikoi fytyrën e saj të qetë dhe tha, tani mund të pushosh. Dashuria jon ka përfunduar, por gjithçka që la më pas do të jetojë. Kur dielli ra mbi det, një erë e butë përplasi petalet e luleve mbi varrin e saj, sikur vetë deti të kishte marrë pjesë në ceremoninë e fundit. Vitet kaluan, dhe Ana dhe Arjani rritën jetët e tyre, duke mbajtur kujtimin e nënës gjallë përmes letrave, fotografive dhe historive që tregonin për dashurinë, guximin dhe zgjedhjen e saj të fundit. Vajza e Arjanit, që mori emrin Mira, e rriti me të njëjtë mësim, që dashuria nuk matet me zotërim, por me guxim për të ndjerë dhe për të lënë të tjerë të ndjen. Në fund, varri I Mirës Buz Detit u bë një vend kujtimi ku njerëzit vinin të reflektonin, të falnin dhe të ndanin historitë e tyre.
Një vend ku një nën që kishte braktisur gjithçka më në fund u kuptua, ajo nuk ishte larguar nga dashuria, por për dashurinë, për jetën, për vetveten dhe për ata që do të mbeteshin pas. Dhe çdo valë që përplas valet në breg, duket sikur po shpërit emrin e saj, mira e përjetshme, e gjallë në zemrat e tyre dhe e lirë në mënyrën që kishte zgjedhur gjithmonë.